Rregulli i tretë në kuptimin, në metodologjinë e kuptimit të argumenteve që kanë të bëjnë me akiden në veçanti, sepse për këtë jemi duke folur, është se referenca jon për ta kuptuar besimin nga Kurani dhe nga Suneti janë tekstet e qarta të Kuranit dhe të Sunetit dhe kuptimi i selefit, gjeneratave të para të muslimanëve, i sahabëve, sepse ata e dinin më mirë gjuhën arabe, ata e shoqëronin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata ishin prezent kur Allahu i lartësuar e zbriti këtë libër, andaj ata janë ata që e kuptojnë më mirë. Prandaj nuk mund të pretendoj dikush që vjen pas qindra viteve se ka kuptuar diçka më mirë se ata të cilët kanë qenë aty. Dhe siç thot një fjalë e urtë e popullit, uji është më i pasur, më i pastërt në burimin e tij. Andaj burimi është ai i cili është më i pastërt. Dhe në këtë rast, burimi i fesë tonë janë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij pas Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak ne themi se rregulli i cili është rregull solid dhe i vendosur fort në mendjen e ehlusunetit është se kuptimin e fesë ata e kuptojnë në bazë të kuptimit të selefit, të gjeneratave të para, në radhë të parë sahabëve dhe ata që e pasuan rrugën e tyre.